Procesi 23 qershori do të monitorohet jo vetëm nga faktori ndërkombëtar, por edhe nga organizatat vendore, të cilat kanë akredituar mbi 7500 vëzhgues. Koalicioni i vëzhguesve vendor, i cili ka ndjekur disa procese zgjedhore, ka angazhuar 1500 të tillë, të cilët do ndjekin procesin në 700 qendra votimi dhe në 89 komisione zonale të administrimit zgjedhor, ku do të realizohet edhe procesi numërimit. 700 vëzhgues do të jenë qendra votimi, të cilët janë vëzhgues stacionar apo vëzhgues fiks. Çka do të thotë një vëzhgues në një qendër votimi. Pjesa tjetër e vëzhguesve do të jenë të shpërndarë në pranë komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, pra në 89 KZAZ që janë shpërndara në gjithë qarqet e Shqipërisë. Edhe ajo momenti më i rëndësishëm është që ne do të mbulojmë 100% procesin e numërimit deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar. Të dhënat e grumbulluara nga gjithë Shqipëria do të përpunohen në Tiranë dhe koalicioni do të nxjerrë informacione për të gjitha zhvillimet orë pas ore.